Mundet që një njeri të jetoj së bashku me një majmun? Tani do t'i tregoj sekretin më absurd që është bërë në vitin 1933. Si gjithmonë kush është rastësisht e ti bëj lajfaqes shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për herë bashkë. Ishte viti 1933. Familja Kolleg dëshironte që të bënte një eksperiment. Dhe ata dëshironte sepse ja detyruan për një farë shumë të madhe, ja detyroi një grup studiuesish për të parë, sepse meqense kjo familje sapo kishte lindur fëmijën e tyre, të parë dhe ishte e njëjta moshë me një majmun. Dhe shkencëtarët donin të kuptonin nëse një majmun do të bëj ashtu siç edhe një njeri, në qoftë se do të rritej nga një familje ashtu siç ata rrisin një fëmijë. Dhe kështu filloi eksperimenti. Eksperimenti konsistonte që në atë parë duhet të monitoroj 24 orë, çdo gjë. Pra nga mëngjesi deri në mëngjesin tjetër. Çdo gjë që bëj ishte monitoruar dhe e shkruar. Mes tyre kishte edhe 3 ekspertë. Dhe përveç familjes dhe shikonin ecurin se si do teste majmuni dhe si do teste njeriu. Fëmia e tyre, që si thash sapo kishte lindur, ishte në hapat e para, sillej tamam normalisht dhe bënte interakcion me majmunin. Po ashtu majmuni njëkohësisht. Veç se majmuni me kalimin e kohës nuk donte që t'i përshtatej rregullave njerëzore. Jo nuk donte, por nuk kishte shans që t'i përshtatesh rregullave njerëzore. Fëmia ishte i gatshëm. Dhe çdo gjë që i thoshin, merr këtë, bëj këtë, ngri këtë, apo çdo lëvizje që i thoshin, sepse fëmia duhej të rritej si një fëmijë normal, ashtu siç e bëjmë në familjet tona. Por vetëm me diferencë që kishte përbriti një majmun të njëjtës moshë, pra sa ai. Dhe diferenca ishte që sipas studiuesve t'i ndryshonin perceptimin majmunit që të mund të bëj njeri. Nuk do arrinte të bëj njeri, por të paktën të kuptonin se si mund të bëj zhvillimi i trurit të një majmuni. Doni të dini se si shkuan gjërat, shumë keq, sepse në krye të 6 muajve, as majmuni dhe as fëmia nuk bën një, si mund të quhet, një shoqëri ashtu siç duhet si vllai e motër që bëjnë njerëzit. Majmuni nuk dëshironte kurrë as të ulej në tavolinë, as të hante, as të dëgjonte se çfarë thoshin prindrit, gjoja prindrit e adoptuar, dhe bënte rrëmuj. Bile në shumë raste e bënte qëllimisht rrëmujin, griste gjërat, i hipte poshtë ose thyente gjëra, madje një ditë qelloi me shumë plak edhe fëmijën, me fjalë vllajin e vogël. Tani, anasjelltas ndodhi me fëmijën. Fëmia kërkonte të bëj, me fjalë që të ndiqte hapashapi ato që i thoshin prindrit. Mirë po, mbeti pak i prapambetur në interaksione dhe në bisedat si mund të ishte një fëmijë normal. Dhe do t'ja them se përse. Dhe në krye të 9 muajve, ky eksperiment u ndërpre kategorikisht me njerë, sepse kishte probleme të rënda. Prindrit u ankuan duke thënë që fëmia po fillonte që të bënte disa gjeste të çuditshme. Me pak fjalë, e hoqën majmunin, sepse e çuan në një zoo, një kopshtë zoologjik. Pas një viti, majmuni ngordhi, me fjalë vdiq. Pse? Sepse nuk dihet se përse. Disa mendojnë që ishte ndonjë sëmundje, të tjerë thonë që ishte ndoshta shumë i ngarkuar sepse u shkëput. E vetmja mënyrë, pra u shkëput nga familja, e vetmja mënyrë që unë mendoj është që majmuni, sepse siç e kemi thënë për herë, njeriu ambientohet, po ashtu edhe kafshët, edhe majmuni, u ndje i shkëputur nga një familje që ai ndihesh vërtet sikur të ishte fëmia e tyre. Dhe kur i hoqën familjen, ai vdiq nga brenda, pra vdiq nga mangthi ose nga dashuria që donte të rrinte me fëmijën që kishte njohur, pra vllaun, me pak fjalë, dhe familjen që e kishte rritur. Kështu që pas një viti vdiq. Tani ç'ndodhi me fëmijën? Fëmia në atë kohë që kur u ndërpre eksperimenti, sepse fëmia kishte filluar që të bënte çfarë bënte majmuni, pra gjestet e majmunit. Filloi të imitonte majmunin dhe jo njerëzit. Pra, edhe pse
kishte muaj, 9 muaj që prindrit rrinin aty, mëngjes drejt darkë me të dy, duke e ndihmuar fëmijën, duke i thënë se çfarë duhet të bënte, prapë se prapë fëmia mori veset e majmunit dhe filloi që të ulërinte dhe të bënte të gjitha gjestet e majmunit. Por nuk mbaron këtu kjo histori, sepse mbaron akoma më keq. Me kalimin e viteve, fëmia u rrit edhe kishte, si mund të quhen, disa probleme interaksioni me njerëzit, pra me shokët e klasës, me shoqet, dhe ndihej sikur diçka i mungonte, por nuk e kuptonte se çfarë. Dhe me kalimin e viteve, askush nga psikologët nuk ja priste mendje se çfarë mund të ndodhte, por kaloi kohë dhe pasi mbaroi shkollën, u fut në punë etj, në të gjitha etapat e jetës së tij, ai gjithmonë kishte atë, si mund të quhet, atë ndjeshmërinë që i mungonte diçka. Pra, sikur të kishte patur një vëlla ose një motër që ju zhduk ose vdiq. Dhe nuk ju tha kurrë që ai u rrit së bashku me majmunin. Dhe ai e mori vesh pasi shokët dhe shoqet në shkollë filluan ta tallnin. Pra i thoshin majmun. Dhe aty mori vesh të vërtetën. Tani nuk ishte vetëm shkaku që ai mori vesh të vërtetën, por ishte problemi që atij i mungonte diçka. Dhe me kalimin e kohës, edhe pse e kuptuan që ai kishte probleme, askush nuk do të mendonte se çfarë mund të ndodhte më vonë. Megjithatë, edhe prindrit, edhe psikologët, pra ata që filluan që ta studionin që në fillim të tija të para, kërkuan që të jepnin ndihmën e parë. Pra të mund të shikonin se çfarë mund të plotësonin në jetën e tij. Por me sa duket s'kishte asgjë për të plotësuar, sepse ajo jetë ishte coptuar atëherë, kur ai kishte filluar hapat e para të jetës së tij. Pra që në moshën e vogël deri në 9 muaj. Pra në një vitin e parë që ai u lindi dhe u rrit. Dhe askush nuk e kuptoi se çfarë ndodhi, por ai në moshën 41 vjeçare vrau veten. Po, ai fëmijë në moshën 41 vjeçare vrau veten. Pra ky është një nga eksperimentet më faliment, më të tmerrshëm që është bërë ndonjëherë dhe nuk u përsërit më pikërisht për këtë arsye. Dhe prindrit e këtij fëmie u bën pishmend, por ishte tepër vonë. Tani, pse po e tregojmë këtë? Sepse në radhë të parë ju tregova për eksperimentin, por e dyta që është më e rëndësishmja është ajo që ju kam thënë për herë. Njeriu ambientohet. Dhe njeriu varet se në çfarë konteksti gjendet dhe siç i thonë pleqët e moçëm shqiptar, më thoj me kërrit të them se cili je. Ai, pra fëmia, u rrit me majmunin, pikërisht atë vit që atij i duhej që të rritej me fëmijë të tjerë. Dhe ky ishte problemi kryesor, për mendimin tim. Tani unë do të dëshiroj edhe një komentim tuaj, por ky ishte problemi kryesor. Dhe sot kësaj dite nuk flitet për këtë, flitet shumë pak, sepse la gjurmë të thella, jo vetëm për familjen, por edhe për shoqërinë, se si mund të krijohet psikoza në mendjen e njeriut dhe si mund të ambientohet njeriu me çdo gjë. Pra imitim, siç e kemi thënë për herë, që njeriu me këtë lësh ashtu imiton dhe ashtu bën. Kështu që bëni kujdes me kë keni pranë, jo vetëm të vegjël, jo vetëm fëmijë, por edhe ju vetë, sepse të gjithë ata që keni përreth ndikojnë në jetën tuaj të përditshme. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj. Natën e mirë.